Prokuroria e posaçme apo oficeri policisë gjyqësore nuk do të mund të aksesojnë dhe të hapin çdo aplikacion të një celulari të sekuestruar të një individi që pyetet si person në dieni dhe nuk është nën hetim. Kufit janë vendosur nga gjykata kushtetuese pas një rasti të ankimuar të Oneida Ymeraj, që kjo gjykate ka publikuar në formë të arsyetuar dhe përfundimtare. Ymeraj është pyetur si person në dieni për një çështje hetimore për korrupsion dhe deklarim i rrem i pasurisë. Për hetimin e këtij rasti, prokurorët kanë sekuestruar celularin e Ymeraj dhe prokuroria e posaçme ka vendosur kryerjen e eksperimentimit teknik elektronik të telefonit, me arsyetimin se në të mund të gjenden të dhëna me vlerë për hetimin. Për këtë janë kthyer thirrjet hyrëse dhe dalëse, mesazhet SMS dhe MMS, thirrje të humbura, numrat e kontaktit, fotot dhe regjistrimet audio e video e të dhënave të tjera, të fshira ose jo, nëse ekzistojnë dhe mund të rikuperohen. Po ashtu, celulari është kontrolluar edhe për pjesën e logimeve dhe i navigimeve në faqe interneti, faqeve të klikuara, komunikimeve me palët të treta, komunikimeve në rrjete sociale në Facebook, Twitter, Instagram, Skype e të tjerë, përmes opsioneve të chatit online dhe aplikacioneve të instaluara në objektin e eksperimentimit, si WhatsApp, Viber, BBM e të tjerë nëse telefoni objekt eksperimentime ka opsione përdorimit të internetit, si dhe i çdo të dhënë tjetër me rëndësi për hetimin. Por gjykata kushtetuese ka konstatuar se kjo ndërhyrje, duke kqyrur dhe kopjuar çdo të dhënë celular, është tejkalim dhe prek të drejtën e jetës private. Gjykata vlerëson se ka pasur ndërhyrje në të drejtën e kërkueses për të vendosur vetë për informacionin personal, të lidhur me të dhënat personale dhe në fshehtësinë e korrespondencës. Vendimi i gjyqtarëve kushtetues ka qenë unanim për të vendosur kufizim në kqyrjen e celularëve, vetëm për pjesën që i shërben hetimit. Kërkimi i të dhënave kompjuterike që përfaqëson të dhëna personale ose korrespondencë private duhet në parim, thot kushtetuesja, të autorizohet me vendim paraprak të gjykatës. Ky vendim duhet të jetë i arsyetuar mjaftueshëm në mënyrë që ndërhyrja të kufizohet vetëm në atë që është rreptësisht e nevojshme për hetimin, duke shmangur arbitraritetin. Vendimi duhet të përcaktojë së paku garancitë procedurale për minimizimin e ndërhyrjes, veçanërisht në të drejtën e kufizimit të fushës së kërkimit, duke identifikuar pajisjen elektronike dhe kur është rasti, sistemin ose sistemet e lidhura me të, si dhe duke përcaktuar objektin e kërkimit, llojin e të dhënave, fjalët kyçe ose kriteret e filtrimit dhe shtrirjen kohore. Kushtetuesja kërkon dhe vendosje një kohë të qartë për ruajtjen dhe ekspozimin e të dhënave të marra. Edhe në rastet e urgjencës, mënyra e kërkimit dhe përzgjedhjes së të dhënave i nënshtrohet sërish kontrolli gjyqësor me kërkesë të prokurorit dhe është gjykata ajo që vendos përfundimisht për sekuestrimin e të dhënave kompjuterike me rëndësi për hetimin. Po ashtu në kontekstin e urdhrave për kërkim dhe sekuestrim, gjykata kushtetuese ka theksuar se ato duhet të përmbajnë kufizime të qarta në mënyrë që ndërhyrja të mos jetë potencialisht e pakufizuar dhe për këtë arsye jo proporcionale. Urdhri duhet të specifikojë fushveprimin dhe kriteret e zbatimit, si dhe një minimum informacioni që mundsojnë mbi kqyrjen e ekzekutimit dhe verifikimin e respektimit të kufive. Ky është një mendim temi i rëndësishëm gjendja apo nga pikpamja procedurale, kushtetuese, ligjore dhe procedurale. Pa diskutim. Pikë pari, personalisht unë kam konsideruar si të padrejt rrëmbimin e telefonave nga ana e prokurorisë, edhe pse mund të justifikohen me faktin që kanë vendim nga gjykatat lidhur me sekuestrimin e sendeve, mbi të cilat dyshohet që mund të ketë prova për kryerjen e veprave penale. Dhe një nga këto rrëmbimet që bën prokuroria është edhe i telefonave celulare. Telefoni celular nuk është thjesht një mjet, një send i konsideruar nga prokuroria për si mjet për kryerjen e veprës penale, por tashmë me vendimin që ka dalë nga ana e gjykatës kushtetuese, merr një dimension tjetër përdorimi i celularit. Por gjithsesi, duke qenë se jo në shumicën e çështjeve, por në të gjitha çështjet që ka ngritur prokuroria e posaçme drejtuar në gjykat, në shumicën e tyre ka paraqet në cilësinë e provës apo si provë dokumentare edhe komunikimet që janë midis subjekteve që dyshohen për kryerjen e veprave penale.
Ajo që unë dhe kolegu Aldo Shkëmbi kemi ngritur në një proces ku kemi qenë të dy së bashku përfaqësues ligjor, ka qenë mënyra e përdorimit apo kjo teknikë e përdorur nga ana e prokurorisë e pranuar dhe nga gjykata, forcërisht e pranuar nga ana e gjykatës, sepse e thoni që SPAK-u i është imponuar gjykatës. Në mënyrë më absolute. Unë kam kohë që e them këtë teori. Patjetër që pa diskutim. Që po të na dëgjoni dhe më tepër për ato që ne përjetojmë në ato gjykime do të habiteni. E kemi përmendur që procedura për sekuestrimin e telefonit dhe më pas sekuestrimin e të dhënave provuese që ndodhen brenda telefonit, pra brenda këtij aparati, pra memorje që ka, komunikimet që janë midis palëve këto, ka një procedurë të saktuar mjaft qartë që ligjvënësi e ka normalizuar dhe përcaktuar nëpërmjet Nenit 208A të kodit procedurës penale. Çka e bën me detyrim prokurorin që në momentin që sekuestron një telefon për të bërë sekuestron provuese të dhënave që ndodhen brenda në telefon, duhet që domosdoshmërisht i drejtohet përsëri gjykatës. Po vendimi me është gjykata, që gjykata duhet përcaktojë sipas vendimit dhe këtu do të dalë. Në kërkesën që i paraqitet nga ana e organit akuzës, gjykatës, duhet përcaktohet edhe linja e kontrollit që do të realizohet nga ana e prokurorisë në telefonin e sekuestruar. Pra, jo domosdoshmërisht prokuroria duhet që të hapi të gjitha komunikimet që ndodhen brenda duhet përcaktohet se cilën pjesë duhet këshyri dhe absolutisht. Pra, në qoftë se ja, ma lejo të ta shpjegoj. Në qoftë se prokuroria ka dyshimin për kryerjen e një veprës penale midis 2 apo më shumë subjekteve, duhet përcaktojë se cilët janë subjektet për cilët dyshohet kryerja e veprës penale dhe brenda atit komunikimi, pra brenda këtyre komunikimeve të këtyre subjekteve, duhet bëhet edhe këshyrja më pas e komunikimeve apo këshyrja e telefonit. Pra mos të përhapet kjo lloj këshyrje nga ana e prokurorisë edhe në subjektet e tjera për cilët nuk ka dyshim për kryerjen e veprës penale. Dhe këtu duhet bazohet kërkesa e prokurorisë dhe më pas është gjykata ajo që do të vendosi nëse këto komunikime do të sekuestrohen nga ana e prokurorisë dhe më pas të përftohen provat të tjera nëpërmjet të dhënave që do të dalin nga komunikimet apo jo. Këtë thotë edhe gjykata kushtetuese. Pra gjykata kushtetuese të kufizon në kërkimin, të kufizon në dy forma. Në kërkimin që do të bësh të komunikimeve që duhet sekuestrosh, pra sekuestron provuese që duhet marrësh nga telefoni. Cila është rëndësia e asaj që ti mendon dhe vlerëson që do përfitosh. Më fal, eksakt. Pra, ajo që duhet të bëhet, e para është procedura që duhet realizohet nga ana e gjykatës, që gjykata thotë që është tashmë është e qartë nga vendimet e tjera të marrë, qoftë nga gjykata kushtetuese, qoftë edhe nga gjykata e lartë. Mos t'i referohemi, është rasti i lapsit. Pra, mënyra se si do sekuestrohen të dhënat kompjuterike është vetëm nëpërmjet vendimit të gjykatës. Pa leje gjykatës nuk mundesh dot. Jo, nuk ka qenë asnjëherë me vendim gjykate. Si të bie prokuroria të merr celularin? Po, merr celularin dhe menjëherë të vendos në si ta merr celularin kështu pa vendim gjykate? Pa vendim gjykate. Atëherë. Që do thotë të sekuestron telefonin. Kemi raste që kemi qenë bashkë. Duket se nuk më kuptove, Sokol. Atëherë, në momentin që më sekuestron telefonin, ky telefon vlerësohet sekuestroja si i lishëm ose i palishëm nga prokurori. Më pas, të dhënat që ndodhen brenda telefonit, domosdoshmërisht duhet i nënshtrohet një filtri tjetër, që është përsëri kërkesë drejtuar gjykatës për sekuestrimin e të dhënave kompjuterike ose të dhënave provuese që ndodhen brenda telefonit. Pra komunikimet që kanë 2 ose më shumë subjekte. Dhe kërkesa pas këtij vendimi të gjykatës kushtetuese. Jo, ky vendim ka qenë. Ky ka qenë. Tani është bardh. Jo, kjo ka qenë me vendime të tjera të mëparshme. Ka dalë pjesë arsyetuese, po. Po pra, ka qenë me vendime të tjera të mëparshme. Pra, gjykata e lartë dhe gjykata kushtetuese ta bëjmë pyetjen pas këtij vendimi gjykatës kushtetuese, që ju thonë nuk është i pari. Ky është i pari përsa i përket cilësimit telefonit ose send por si korrespondencë. Tani, a mundet më prokuroria të sekuestrojë telefona pa vendim gjykate?
Ata me vullnetin dhe dëshirën të më ta bëjmë, po kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese do jetë. Çfarë ka ndodhur? Është në kundërshtim me vendimin e gjykatës kushtetuese? Jo, Sokol, edhe një herë tjetër. Patjetër që po. Prokuroria është një mjet, prokuroria është një institucion që forcërisht mund të ta marrë telefonin. Po më gjë tjetër. Pra, kjo i hyet pastaj është një procedurë tjetër që e shikohet që është e vlefshme, pa vlefshme, e përdorshme apo pa përdorshme. Ne kam filluar të respektojmë mendimin e kushtetuesës, por ajo që ndodh është me kontrollin që do t'i bëhet telefonit. Pra, sekuestron e të dhënave që ndodhen brenda telefonit. Kjo sekuestro nuk mund të ndodhi me njëherë mbasi ke marrë telefonin. Pra, duhet një vendim gjykate. Pra, duhet një vendim gjykate për ta bërë. I mirë arsyetuar me arsyet sepse prokuroria kërkon që të marrit dhënat e korrespondencës, në rastin konkret, se ka dyshime të arsyeshme. Pse të kqyri telefonin, tashmë nuk po kqyri me 1 cent, po do kqyri korrespondencën. Dhe duhet të jetë shumë preciz dhe kirurgjikal në atë pjesë që kërkon dhe çfarë do bie do i sjellë hetimit. Pra prokuroria duhet të arsyetojë gjykatë që unë kërkoj. Çfarë pasojë do ketë ky vendim në procese, megjithëse vendimi thoshte për nga rastin fjalë e tutje. Jo, nuk thot ashtu. Vendimi thot për të gjitha rastet që nuk kanë përfunduar. Thot vendimi. Pra, të gjitha rastet që janë në gjykim, apo nuk kanë përfunduar. Jo për ato çështje të cilat kanë marrë. Normalisht me kërkesat palve, por dhe gjykata ka detyrë ligjore që dhe kryesisht i cilësoj dhe vlerësoj të papërdorshme, ato të dhëna që janë përftuar. Pse çfarë ka ndodhur deri tani, Sokol, gjatë gjithë këtyre viteve që jemi asur dhe jemi përballur. Pjesa më e madhe e zgjatjeve të afate të paraburgimit ndodhin pikërisht për shkak faktit që prokuroria gjithmonë pretendon që kanë bërë aktet e ekspertimit të gjithë telefonat të sekuestruar dhe vonon minimumi nga 6 muaj, të paktën të gjithë proceset që ne kemi parë deri në 1 vit e 6 muaj për fitimin e dhënave nga këto akte ekspertimi. Ky është pretendim gjithmonë që ka ngritur prokuroria që i ka zgjatur afatet e paraburgimit njerëzve që kanë qenë të arrestuar. Dhe kjo është bërë problem dhe ka dhënë çështje të gjykatës europiane, çështja Hysje, çështja Gëllçi. Për sa i përket këtyre arsyetimeve që këta mbajnë për zvarritjen dhe kryen veprime timore, sepse ngrehin pretendime gjithmonë prokuroria e posaçme që presin aktet e ekspertimit, por dhe kur i kanë telefonave gjithmonë, të atyre të paktën procedimeve të parashme që kanë përsekuestruar, por dhe kur i kanë pas to akte do t'i kqyrin. Tani çfarë ndodh? Rëndom të paktën deri para vendimit të gjykatës kushtetuese, mënyra se ka vepruar në çështjet e ngjashme ka qenë që në momentin kur kanë bërë kontrollën, një subjekt X që dyshoi për një vepër penale, qoftë në këto vepra penale të korrupsionit apo të shkeljes së barazisë pjesëmarrësve në tendera dhe më pas kanë shtuar se ajo vepër është thjesht vepër Maja Icebergut për ta zgjeruar, ta dhe si e zgjerojnë, se nuk kanë asnjë provë. Turën dhe mundohen të kapin telefonat. Dhe çfarë kanë bërë? Kanë shkuar te subjekti që kanë dyshuar për shkelje të barazisë në tendera. Ka raste rëndom në SPAG, raste kemi pas dhe bashkë dhe në tim. Dhe vend që t'i sekuestronin të paktën subjektit, po qoftë me iniciativë vetë oficerët policisë gjyqësore, por dhe hetues apo punonjës të BK-s, që kanë shkuar dhe për të zbatuar urdhët deleguara nga prokuroria, kanë sekuestruar dhe telefonat e punonjësve. S'kanë qenë fare subjekte hetimore. Shkelje flagrante drejt lirëve themelore të njeriut. Tani çfarë tha kushtetuesja? Kushtetuesja të paktën më në fund i referua një dispozitë që ne kemi kushtetuar në 36, për sa i përket korrespondencës, që mos cenohet korrespondenca, telefoni nuk është sendë, sepse në telefon e përdorim dhe në çfarë lloj aplikacioni, qoftë WhatsAppi, qoftë për shfaqur mendimet tona dhe ndjesitë tona. Kështu e ka vlerësuar kushtetuesja, ka vlerësuar më shumë anës psikologjike dhe emotive dhe të subjektit që ne shprehim mendime, ndajmë ndjenja, emocione me komunikimet që bëjmë. Po sigurisht. Dhe kjo është korrespondenca, dhe ti nuk mund ta cënosh, nuk mund të shkosh, do hetosh dhe do kontrollosh një subjekt X dhe çfarë gjen, bashkëshort, bashkëshorte, punojës, shofer, ja sekuestron telefonat të gjithëve. Dhe pjesa më e madhe e procedimeve këtu nuk jemi më në fushën e krimit të organizuar, por të paktën në fushën e korrupsionit. Dhe për sa i përket hetimeve që kanë bërë me tendra, të gjithë baza hetimore e prokurorisë posaçme në fushën e korrupsionit, në shkelje të barazisë pjesëmarrëse të tendra, ka qenë sekuestrimi i telefonave. Dhe sekuestrimi i telefonave në shumicën e çështjeve kanë bërë o vetë OPG-t me iniciativë, dhe më pas vlefsohen sepse kodi i procedurës tonë e parashikon, vlefsohen sekuestru nga ana e prokurorit. Kushtetuesja i tha stop, telefoni nuk është më sen, nuk mund ta bësh më këtë. Shko përpara në gjykat, thuaj pse do ta sekuestrosh telefonin e X subjekti, për caktuar arsye, çfarë pjesë do të shikosh sepse çfarë ndodh. Në aktet e ekspertimit që ta bëjnë sot, aty të delegjit biografia me nën, me bab, me shok, që nga klasa 8, fotot dhe nuk mund t'i ndaj, unë thot prokuroria e posaçme se do më thuash që ndërhyva. Kjo vështirëson procesin, cënon parimin e gjykimit brenda një afati të arsyeshëm se ty të zgjatën afatet sepse i quan hetimin kompleksaj. Se ne kemi edhe një problem tjetër. Ne me vërtet ratifikuam Konventin e Budapestit për krimet kibernetike. Po ne aktualisht në 2025 jetojmë njësoj si krimin tradicional, si dhe krimet kompjuterike. Nuk ka personat specializuar, pak dhe me që kemi parë që ti të bëjnë sekuestrimet të dhënave kompjuterike. Tani kjo është korrespondencia në emaileve. Gjykata kushtetuese në vlerësimin dhe shpjegimin ka thënë stop.
Kjo nuk është më sen. Shikojmë se do Qofse reflektoj do këto komunikime, platforma, WhatsApp e foto, shkon gjykat, përcaktoje, ngrit dyshim të arsyeshëm bazuar për atë pjesë që ti do t'i marrësh, sepse ti dyshon që në këtë korrespondencë tashmë që s'është më sen, ka diçka që i duhet prokurorisë. Kjo është situata. Ndërkohë kemi një zhvillim fundit lidhur me çështjen e Altindocës ose për shkak të arrestimit. Sipas gazetarëve tanë në Durrës, pas arrestisjes së Ndocit me ditën e djeshme, shumë persona që konsiderohen me rrezikshmëri të lartë po transferohen nga burgu i Durrësit drejt burgut të Fierit. Burgu i Durrësit nuk konsiderohet më burg me siguri të lartë, dhe është parasyshme që personat me rrezikshmëri të lartë të mos qëndrojnë më në atë Durrës. Bëhet fjalë vetëm për transferimin e personave me rrezikshmëri të lartë dhe jo zyrtarëve të arrestuar apo ish politikanëve apo ish deputetëve që gjenden atje, ata nuk quhen persona me rrezikshmëri të lartë. Kjo është pasojë e fundit. Një pyetje të fundit kam unë, Aldo. Në fakt, ministri i drejtësisë kishte dalë dhe i kishte dhënë direktiva drejtorit përgjithshëm të burgjeve që të merreshin masa për të bërë këto rialokimet. Në fakt, të lëvizje besoj unë duhet prisin bëshën vazhdim dhe jo sonte kur që të bin vesh edhe personave tjerë, se personat me rrezikshmëri dihet se kush janë, dhe mund tjetë edhe situatë rrezikshme kjo, të tregohet se është lëvizje nga ky burg në filan burg. Po pasojat janë të frikshme, rrinë njerëzit kur vinë për seanca gjyqësore nga 12 orë rrugëve, se shkojnë kanë 10 në 2024 në drejtoria përgjithshme e burgje, po kështu jemi ka të ndjesur në Shqipëri, ka pas vetëm 10 autoburgje. E kanë deklaruar vetë se janë përgjigje avokatët popullit. Tani se më duhet ta mbyllim emisionin. Aldo, një pyetje fundit. Ndoci as nuk e pres ma thoni ku është, për ju sigurisht do thoni që nuk e di ku është. Edhe ta dija, unë për shkak të sekretit profesional nuk do ta thoja, po unë kam një parim dhe komunikim shumë abstrakt në fakt dhe profesional me klientët, pse nuk para i takoj, sepse dihet paktën me spakun, unë atje shkoj me 1% gjë. Pa 1% që është shumë i bukur për të luftuar për jurisprudencë. Edhe nuk ka nevojë që ti takoj, me kanë dhënë mineta, por neve shqyrë Zotit duke besuar në drejtësi, luftojmë, mundohemi. Pra, ky do qëndrojë në arati deri kur? Vlerësoj që Altindocë, ashtu siç ndodhi dhe me çështjet e Durrësit që u akuzua, të paktën është mutatis mutandi e njëjta gjë, nuk ka asnjë provë, vlerësojmë që ne të paktën në një sistem më të reformuar në kuptimin e respektimit ligjit do deklarohet. Po prapë, duhet vuaj dënime për arratisjen nga burgu. Po legjislacioni ka parashikuar këto, ne kemi vendet më të afta, kemi Italinë, shumë praktik, nuk ka problem Italia apo arratisje. Të dënon, fut në kërkim, ka fatën e parashikrimit. Kjo është zgjedhje personale, unë nuk kam komunikim fakt me Altindocën. Dhe arsyet pse kanë çuar që të bëj këtë, por të paktën me çka kanë parë dhe perceptimi është që Altindocë ka humbur besimin te drejtësia dhe sidomos ke kjo trupa gjyqësore e famshme që na kanë deleguar dhe na i bën antar gjykatës posaçme. Kur e kemi pasur komunikimin e fundit? Komunikimin e fundit me të, da kishte vërtet probleme shëndetësore? Personalisht mund të jem takuar një herë dy herë që kur e përfaqësoj Altindocën, por nuk komunikoja me telefon sepse kisha klient shumë korrekt, nuk mbinte në qafë fare. Ka pasur realisht probleme shëndetësore? Ka pas probleme shëndetësore se burgu i ka këto, aty ka lagështirë dhe pat ishte përmbytur, doli dhe ministri atje lart bashkë me atë drejtorin e përgjithshëm të burgjeve së burgu. Kështu që aty të zë smundja nga zori edhe po nuk ishte i smur. Okej, mirë, Aldo, faleminderit që sot me ne. Ishte kënaqësi. Gjendi, faleminderit të Leva. Ky ishte Ristorit e Personit, bashkë jemi nesër në orën 8 deri atëherë, unë Sot Balla, natë mirë.